Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Një ditë e ngarkuar për dashin, por ka mundësi të mira për të ecur përpara në aspektin profesional. Mos u friksoni nga ndonjë sfidë e vogël, sepse do t'ju ndihmojë të rriteni. Në dashuri mund të ndiheni më të lidhur me partnerin tuaj. Qëndroni të hapur dhe të sinqert në komunikim. Demi. Kjo është një ditë e mrekullueshme për të reflektuar mbi ndjenjat dhe planet e ardhshme. Përdoreni këtë mundësi për të bërë disa ndryshime të nevojshme në jetën tuaj personale. Angazhimet që keni marrë për të përmbushur mund të kërkojnë më shumë vëmendje. Shëndeti do të jetë më i mirë se zakonisht. Binjakët. Gjatë kësaj dite mund të keni mundësi për të njohur njerëz të rinj ose për të lidhur kontakte të dobishme, ndërkohë që jeni të përqendruar në krijimin e mundësive. Bëni kujdes të ruani ekuilibrin me jetën personale. Do të keni sukses në shprehjen e ndjenjave tuaja, por mos e teproni me pritshmëritë. Gaforia. Për gaforret, kjo është një periudhë e mirë për të bërë plane për të ardhmen, ndërsa mund të ketë disa shqetësime të vogla, ato do të kalojnë shpejt nëse qëndroni të qetë dhe të fokusuar. Marrëdhëniet tuaja familjare do të përmirësohen, por mos i injoroni ndjenjat e partnerit. Luani. Dita do të jetë e favorshme për të përqendruar në zhvillimin e aftësive të reja dhe për të shfrytzuar mundësitë e reja profesionale. Mund të keni një diskutim të thellë me një person të afërt që mund të sjellë përmirësime të mëdha. Duhet të bëni kujdes të mos nxitoni në vendime të rëndësishme. Virgjëresha. Kjo ditë do të sjellë mundësi për të forcuar lidhjet me miqt dhe kolegët. Shmangni situatat e ngarkuara emocionale dhe ruani një qasje të balancuar. Dëshira për të pasur një kontroll të plot mund t'ju bëjë të ndjeni të tensionuar, ndaj është më mirë të relaksoheni dhe t'i lejoni gjërat të ndodhin natyrshëm. Peshorja. Dita do t'ju sjellë mundësi të reja për të avancuar në profesionin tuaj. Ajo që do të kërkohet nga ju është të jeni të hapur ndaj ndryshimeve dhe të pranoni çdo mundësi që vjen para jush. Në marrëdhëniet personale mund të ndiheni më të lidhur me ata që janë të rëndësishëm për ju. Akrepi. Dita e sotme do t'ju bëjë të mendoni thellë për disa vendime që lidhen me të ardhmen tuaj. Bëni kujdes të mos merrni vendime të nxituara, por të shfrytëzoni mundësinë për të vlerësuar mundësitë që keni. Do të keni mundësi të përmirësoni marrëdhëniet profesionale dhe ato personale. Shigjetari. Për shigjetarët kjo është një ditë shumë dinamike dhe energjike. Do të keni mundësi të veproni në mënyrë të shpejtë dhe të arrini rezultate të shpejta. Shëndeti dhe energjia do të jenë në nivele të larta, por sigurohuni që të mos e teproni me angazhimet. Në dashuri do të ndiheni të lidhur dhe të kuptuar. Britsjapi. Dita do të jetë e favorshme për të bërë një plan afatgjatë dhe për të organizuar jetën tuaj më mirë. Do të keni mundësi për të ndihmuar dikë që ka nevojë për mbështetje. Kur bëhet fjalë për dashurinë, komunikimi i hapur do të ndihmojë të zgjidhen disa probleme të mundshme që kanë lindur kohët e fundit. Ujori. Një ditë për të bërë përpjekje të reja dhe për të pasur një perspektivë më të gjerë, ndërsa do të ketë mundësi për të arritur më shumë, do t'ju duhet të balanconi përpjekjet tuaja me pushime të domosdoshme për të rigjeneruar. Dashuria do t'ju sjellë disa momente të ngrohta dhe të bukura. Peshqit. Një ditë ideale për të rritur ndjenjën tuaj të sigurisë dhe për të menduar për planet e ardhshme. Mund të përjetoni disa mundësi për të shprehur kreativitetin tuaj në fusha të ndryshme. Dashuria do të jetë në qendër të vëmendjes dhe do të keni mundësi të krijoni një lidhje më të thellë me dikë të veçantë. Horoskopi në Top Albania Radio.